Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ajo Podcast. Kjo është një hapësirë lirie, kemi thënë, e ndërtuar nga gratë për gratë dhe është më shumë se sa një podcast, një platformë ku gra shqiptare që jetojnë këtu ose në vendet shqipfolse kanë mundësinë të tregojnë historinë e tyre. Ajo që vjen tani nuk është nga fusha e medias, megjithëse unë e kam njohur si bashkëpunim në fushën e medias dhe më bëri shumë përshtypje se si një person me formim në arkitekturë kishte kaq shumë njohuri për rjetëzimin, sepse në atë kohë punonin për rjetin e grave në shkencë që e bën partneri ynë si Aua Sajdevi dhe që ishte kaq e pasionuar për të përfshirë sa më shumë gra në projektet e vogla ose të mëdha që bënte. Ajo është nga Saranda, jeton në Tiranë, është nënë e një fëmije të vogël dhe është një personazh i cili shpresoj që do t'ju kuriozoj aq sa më ka zgjuar mua kurreshtjen kur e kam njohur për herë të parë. Ajo është Erida Curaj. Erida, faleminderit që ke ardhur në Ajo Podcast. Edhe jam shumë e kënaqur që u krijua kjo hapësirë për të treguar pak historinë tënde, që mua më duket shumë interesante dhe që bashkon shumë rrugëtime të grave në Shqipëri, që kanë zgjedhur një profesion dhe pastaj kanë eksploruar edhe fusha të tjera me synimin edhe për të fuqizuar gratë e tjera. Ta fillojmë nga fillimi, ti je nga Saranda dhe ke ardhur të studiosh arkitekturë në Tiranë. Arkitektura është pasioni yt i parë? Në atë pra doja të falenderoja shumë për ftesën, patjetër që është edhe për mua një nder shumë i madh që të jem mes juve, të jem pjesë e podcasteve tuaja dhe ishte një prezantim shumë i bukur, shumë faleminderit. Po të kthehem pyetjes tuaj, unë që në momentin e parë kur ka menduar se çfarë do të vazhdoja shkollën e lartë, ka qenë arkitektura dhe ka qenë pothuajse ndoshta në moshën 11 vjeçe. Kjo ishte edhe për shkak se u frymëzova pak nga kushëririm, se atë vera i erdhi dhe bëri, si thua, pjesën e stazhit ose pjesën e që quhej faza e përgatitjes përpara konkursit, e bëri në Saranë dhe atëherë ishte komplet, si thua, shikim dashur me shikimin e parë. Edhe që atëherë nuk mendova asnjë alternativë të dytë. Dhe mbas përfundimit të arkitekturës, ti nuk punove në këtë fushë, por në fushën e biznesit. Po, faktikisht unë punova rreth 4 vite. Kam punuar në studio të ndryshme projektimi. Kam filluar që në vit të 5, sepse atëherë, si thua, faza në cilën kur kam qenë në vit të 5 ka qenë një nga momentet më të lumtura, mund të themi, sepse të gjitha studiot e projektimit, qoftë të vogla, qoftë të mëdha, kanë qenë gjithmonë të interesuar për të na marrë në brezin e ri, mund të themi, që kishin filluar të merreshim shumë me sistemet e software-it të ri dhe kam punuar në 3 studio të mëdha. Një prej tyre ka qenë edhe atë që ka ndërtuar aeroportin dhe ka patur dinamika që nga zbatimi deri në projektim ose e kundërta, nga projektim në zbatim dhe ka qenë shumë të bukura, mund të themi. Në momentin që unë kalova në këtë kompaninë e tretë që merresha me zbatim, atëherë kuptova që unë nuk jam vajzë zyre, jam vajzë terreni dhe në këtë rrugëtim gjeta pastaj unë themi partnerin e ri që bashkëpunova, që ishte në biznes. Dhe në biznes, cilat kanë qenë proceset e punës që ti ke ndjekur, sepse ka qenë një kohë e gjatë apo jo? 10 vjet. Faktikisht, arsyeja në cilën mua më joshi, mund të themi, të kaloja nga zyra projektimi dhe isha një nga kompanitë më të mëdha në të periudhë në Shqipëri që merrej, siç thash, me ndërtimet e institucioneve nga më të mëdha, ishte sepse kjo kompani biznesi do të kishte një strukturë të cilën unë nuk e kisha parë më përpara, do të më jepte një pozicion që unë do të merresha komplet me dizajnin, do të drejtoja dizajnin dhe çdo gjë që lidhej me dizajnin, siç ndodhi realisht, që në momentin kur është hapur dyqani, unë jam marrë komplet me layoutin e dyqanit, jam marrë me ekipin e arkitektëve që kemi vendosur mbi produktet, por përparsa të kalojmë te hapja e dyqanit që shkoi një periudhë 3 vjeçare, unë kam qenë duke eksploruar vende të ndryshme, panare të ndryshme, territore të reja, ku mund të prodhoheshin produktet që do të furnizonin dyqanin e ri që do të punoja. Dhe ka qenë një eksperiencë unike. Në vërtet. Si të ndihmoi kjo eksperiencë për të kaluar pastaj në sektorin e OJF-ve, sepse rrugtimi yt me Sajdevin, që është organizata Qendra për Shkencë dhe Inovacion dhe Zhvillim, Miraka, që drejtohet nga kolegja jonë e nderuar Bleriana Bino,
të ka pasur partnere në shumë prej projekteve të saj. Rrugëtimi në biznes ka qenë 10 vjeçar në këtë kompani, por unë vazhdoj akoma ta ndjek këtë lloj rrugëtimi. Në momentin që unë vendosa të shkëputesha nga biznesi, mund të themi provizorisht, ishte kur unë vendosa të bëja doktoraturë. Kjo ishte mund të themi komplet një shok në karrierë, në thojza, në kuptimin që kalova komplet nga vajzë terreni, vajzë biznesit, menduar shpejt dhe dhënien zgjidhjeve shpejt. Në moment që ti shkon në akademi duhet ta marrësh shumë nga dalë, sepse duhet të futesh gjërave shumë më thellë, dhe pikërisht këtu unë kërkova ndihmën e një kolegi që takova në atë periudhë dhe ka qenë Bleriana, e cila më instruktoi komplet nga ana akademike se çfarë duhet të zgjidhja, si duhet të bëja këtë lloj drejtimi të ri që kisha marrë në fushën akademike, dhe atje filloi edhe bashkëpunimi me njëra tjetrën. Unë kisha një background dhe vazhdoj të kem një background shumë të madh në lidhje me partnerët e biznesit, patjetër në mënyrën edhe edukimin mbi biznesin, dhe kjo lloj ekspertize ishte shumë e nevojshme në Sajdev, dhe prandaj mua më dhan këtë pjesë të modulit të Sajdevit, që ishte ndërtimi i urave ndërmjet akademisë dhe biznesit, ose e kundërta, por këtë sektor më dhan dhe dija ta bëja shumë mirë. Kur kemi punuar për rrjetin e grave në shkencë, që është një projekt i vazhdueshëm ose i madh i Sajdevit, si të duket ty pozicioni, edhe si grua në shkencë, sepse arkitektura është shkencë, megjithëse hyn ke STEM apo jo? Tashmë po. Tani hyn. Po, tani është STEM, po. Tani është STEM, është tamam STEAM. Avull. Tamam. Si të duket pozicioni i grave në shkencë, qoftë nga përvoja që ke pasur me koordinimin e rrjetit, qoftë edhe nga përvoja jote personale? Në momentin që Orkidea kolegja, e cila vendosi që ta vendose këtë modul nën Sajdev, ishte vërtet një kombinim shumë i bukur, sepse gratë në shkencë që neve në Tiranë, jo vetëm në Tiranë, por në Shqipëri, kemi takuar, shpeshherë kuptojmë që janë thjesht ato, ose shpeshherë kemi dëgjuar që janë ato gratë të cilat i ke në fusha të shkencës, dhe ne presim patjetër të jetë IT, të jetë një shkencëtare, po. Faktikisht, në momentin se si e prezantoi dhe solli Orkidea në momentet e saj të para, ishte që ne kemi gratë në shkencë në jetën tonë të përditshme, mësuesja fizikës, mësuesja matematikës, dhe kur vendosnin që të bënin këtë projekt, më pëlqeu shumë, dhe vërtet doja që të isha pjesë e aktivitetet të tyre. Kurse si grua në shkencë, në qoftë se do kalojmë te pjesa e dytë të pyetjes, mendoj që fatmirësisht tashmë kemi një organizatë që është NAV STEM Albania, të cilat do ta çojmë më përpara misionin ton. Ka rritje, shikon që gjithnjë më shumë po popullohet me gra dhe vajza sektori i shkencës, apo jemi në të njëjtat parametra, sepse kur flasim për shkencën, sigurisht që të shkon mendja tek laboratoret krijuese ose edhe fizika bërthamore, se ju keni pasur dhe e keni akoma Edesa Behajn, që është një ndër fizikanet më premtuese shqiptare që ka punuar në CERN, dhe kemi një plejad shumë të mirë shkencëtaresh, të cilat nuk janë shumë të njohura, sepse ndoshta edhe media, në këtë rast po bëj një mea culpa, nuk është shumë e vëmendshme ndaj arritjeve të tyre. Si të duket ty kjo trajektoria, të themi, e grave në shkencë në Shqipëri? Juve përmendët shumë mirë ato, mund të themi, hapësira, apo ato, mund të themi, ngecje që kemi gjatë procesit të promovimit të këtyre grave në shkencë. Gjë të cilën vetë NAV STEM Albania e ka realizuar më së miri duke bërë disa mini projekte ose disa projekte të ndryshme, të cilat kanë bërë pikërisht zgjidhjen e këtyre çështjeve që juve sapo përmendët. Kemi promovuar vajza në shkencë nga duke krijuar seri të ndryshme podcaste, duke i ritëzuar ato, duke i takuar dhe normalisht duke i promovuar. Dhe mendoj që jo vetëm fal këtyre, por patjetër që këto kanë lozur një rol shumë të madh, është zgjeruar shumë ajo kur themi vaska e grave në shkencë. Dhe mbi të gjitha jo vetëm të jenë pjesë e tyre, por edhe të kenë një bashkëpunim mes tyre. Dhe mendoj që
që kjo është një nga qëllimet tona, që ta çojmë përpara bashkëpunimin mes grave në shkencë. Nga ana tjetër është pikërisht edukimi i audiencës se çfarë është STEM-i, edhe STEAM tashmë. Dhe unë këtë gjë mundom ta bëj edhe në jetën time të përditshme, meqense jam pedagoge në universitet dhe mundom të dëgjoj vajzat meqense jap te arkitektura. Po. Dhe ndërgjegjësoj vajzat që ju jeni pjesë të STEM-it dhe her pas here komunikojmë edhe për thirrjet që bëhen nga NAF STEM Albania. Për ta shpjeguar STEM në anglisht është shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Po. Dhe tani kemi edhe A në mes, që është arkitektura. Dhe që hyn në këtë korpusin e madh të shkencave dhe duhet thënë është një lëvizje mbarbotrore, nuk është vetëm e fokusuar në kufi gjeografik të ngushtë, sepse për shumë kohë gratë kanë qenë të përjashtuara nga sektori i shkencave për 1001 arsye, të shoqërive patriarkale, të mungesës së aksesit në arsim e të tjera si këto, por që vitet e fundit kanë treguar që kontributi i tyre duhet të njihet edhe të zgjerohet me paralelisht me zgjerimin e hapësirave dhe mundësive që ato kanë për të ndjekur këto deg të shkencës. Për të mbetur prap tek gratë, ajo që më bëri përshtypje dhe që ishte motivacioni kryesor për të të ftuar në këtë podcast ishte një studim i fundit që ti ke bërë, lidhur me qytetet miqësore për gratë. Më duk një koncept shumë interesant edhe shumë bashkohor, që bashkon dy deg të rëndësishme të formimit tënd. Nga një anë arkitekturën, dizajnin, sepse edhe temën e doktoraturës ti e ke pasur për dizajnin industrial të qyteteve në kohën e komunizmit, dhe nga ana tjetër aspektin gjinor. Si mund të lidhen këto të dyja dhe cilat kanë qenë rezultatet që kanë dalë nga ky studim? Kjo ishte përsëri një bashkëpunim e nxitur nga një program në Shqipëri, që është enkas për të afruar diasporën edhe profesorët në Shqipëri. Ekspertiza e vetë vajzës ishte e vetë koleges Dorinës, ishte urbanistik. Ajo ka shumë vite që jeton në universitet në Australi. Dhe ekspertiza ime është mbi trashëgiminë industriale, e cila siç thatë ka filluar me dashurinë që pata në momentin që fillova të eksploroja temën time të doktoraturës mbi proceset e linjës së prodhimit dhe të dizenjimit gjatë periudhave 50-90, që quhet prodhimi i mass production në Shqipëri, sepse vetëm atëherë filluam, pasi ne sollëm industria e rëndë. Pra, vetëm atë kur erdhi industria në Shqipëri, mundi që të kishte një mass prodhim, pra prodhim masiv të produkteve. Dhe unë fokusova tek mobilit, meqense ajo është pjesa e njohjes time më të mirë, dhe e fokusova gjatë periudhës 50-90 dhe ishte një të paktën kërkimi ishte shumë i bukur rrugëtimi, zgjidhjet në fund dhe rekomandimet në fund janë shumë interesante për të dy anët, qoftë akademia, qoftë biznesi. Kurse, nga ky moment fillova ta dashuroja shumë pjesën e kësaj periudhe, prandaj fillova që të punoja në mënyrë të vazhdueshme, që nuk e kam lënë asnjë moment, të vlerësoj industrinë dhe periudhën postindustriale, të japim një vlerë të caktuar industrisë që kemi patur gjatë viteve 50-90. Dhe flasim jo vetëm për industrinë, por gjithçka që nga mënyra jetesës, mënyra të punuarit, deri tek kur flasim industrinë vetvete dhe objektet arkitektonike që kanë patur. Në këtë moment, kjo ekspertiza ime, shumë vjeçare tashmë, në fushën e trashëgimisë industriale, duhet të bashkoj me ekspertizën e kolegës, prandaj kur ulëm në tavolinë dhe tham çfarë mund të bëjmë diçka të bukur, dhe tham hajde marrim kampion dy zona, zonën e porcelanit që është projektuar enkas. Dhe zona ku banoj unë. Zona e porcelanit dhe zona e kombinatit, të dyja zonat janë projektuar engat me bazat e principeve të dizajnit të një lagjeje për industri. Industriale. Dhe pam se si këto dy lagje kanë reaguar në ditët e sotme për të përqafuar jetesën apo mirë jetesën e grave. Dhe zgjedhjet ishin shumë interesante për të dyja rastet. Pati shumë ndryshim ndërmjet gjetjeve që gjetëm në kombinate dhe në porcelan. Por ajo që na bashkoi ishte konkluzionet që vetë gratë gjatë periudhës, pra gjatë kësaj periudhe kanë arritur të gjejnë dhe të adaptojnë mënyrat e të jetuarit, që nga argëtimi të fëmijëve, mënyra se si çojnë në çerdhe, mënyra se si bëjnë pazare, deri tek pjesa pastaj se si takojnë me njëra tjetrën. Dhe në të dyja rastet pam që ka një dashamirësi ndërmjet, si thua, të
de facto, ndërmjet grupeve për të realizuar ose për të mbështetur njëra tjetrën, për të patur një mënyrë jetese më të lehtë, por nga ana tjetër ne mund të bëjmë patjetër shumë më shumë në kuptimin e ligjbërjes apo investimeve që janë bërë, duke filluar që nga trotuaret, duke filluar që nga mënyra se si mund të jenë zonat e institucioneve të përditshme që ne përdorim, kopshtet, çerdhet apo supermarketet, dhe ajo që ishte mangut ose mund të themi në dyja zonat kishte një hendek që nuk kishte në frekuentim të hapësirave të kulturore. Pra, unë duhet që detyrimisht të vini në qendër, gjë që shpeshherë ato vendosin që mos të vini për shkak të trafikut, për shkak të angazhimeve se ku do lini fëmijët, dhe kjo i kushtonte një kohë dhe njëkohësisht një stres përpara se sa të niseshin për të parë një opera apo një kinema. Prandaj kjo filloi ne sugjerojmë patjetër që të krijohen struktura të shërbimeve urbane, të cilat mund të jenë patjetër më të thjeshta për kaluar në qendër nga këto dy zona. Për ta kuptuar më mirë, çfarë karakteristikash duhet ketë një qytet që të quhet miqësor me gratë dhe vajzat? Ajo që quhet miqësor është për të gjitha kategoritë, jo vetëm gratë e vajza, sepse aty futen dhe njerëzit me aftësi të kufizuara dhe fëmijët, qoftë edhe brezi tret. Pra, parimet e tyre, parimet e projektimit të këtyre dy lagje që ashtu siç u sugjerua, kanë të njëjtën princip dizajni për t'ia lehtësuar jetën të gjitha këtyre kategorive që ne tham. Dhe patjetër që do thotë rrugë të gjera, do thotë ajo është kryesorja, është rrugë të gjera, është jo ndriçimi të zë trotuari, do thotë trotuare të gjera, komunikime sa më të thjeshta, aksesimi nëpër institucionet që përdoren jetën e përditshme, ndriçimi, patjetër gjelbërimi dhe rekomandimet e grup takimeve të jenë sa më komode, sidomos për këto brezat e tretë. E bëra këtë hyrje për të thënë që ka një dizenjim urban të qyteteve që marrin parasysh nevojat e ndryshme të grupeve shoqërore, dhe kam lexuar një studim që ishte bërë për këndet e lojrave, të cilat edhe pse mund të duken universale në plotësimin e nevojave që fëmijët kanë për të luajtur, kur vinte mosha e adoleshencës, ishin më shumë të përshtatura për lojra që përdoreshin më shumë nga djemt, dhe kjo ishte arsyeja pse vajzat nuk i frekuentonin shumë këndet e kalimit të kohës së lirë, se nuk mund t'i quajmë më këndet të lojrave, por tavolina ku ato mund të bënin një lojë, nuk e di, kështu të zhvillimit promotor, ose për shembull fusha basketbolli, jo vetëm futbolli, ose fusha voleybolli, tenisi, sporte të cilat mund të jenë të përshtatshme për të dyja gjinit, dhe ishte vënë re që sa më pak parqe të tilla t'i kishim të dizenjuara me perspektivë gjinore, aq më pak gratë dhe vajzat zhdukeshin nga hapësira publike. Prandaj them që në këtë aspekt ka ardhur koha që edhe në Shqipëri të kemi dizenjime të qendrave të reja urbane, ose si quhen tani jetëzime, rivitalizime të zonave urbane që marrin parasysh këtë lloj kategorie, sepse për fëmijët është pak a shumë e zgjidhur, dhe në momentin që ata kalojnë tek mosha e rritur, kemi lënë një hapësirë, një boshllëk shumë të madh që është pjesa e adoleshencës, dhe shumë prindër ankohen që fëmijët e tyre e kalojnë kohën ose në lokale, ose në këto lojrat elektronike që janë me pagesë, sepse nuk kanë mundësi që në hapësirat publike t'i aksesojnë. Si arkitekte, si e shikon këtë lloj qasje të re? Studimi që sollet ishte shumë interesant, dhe bën edhe sens tani që po ma vendosni në vëmendje. Praktikisht nuk do doja të fokusohesha dot tek pjesa adoleshencës, sepse nuk e marr dot guximin, në kuptimin që dinamika e tyre sot është shumë ndryshe, dhe nuk e di nëse neve do kishim hapësira, vërtet kjo grup moshe do t'i frekuentonte. Por ajo çfarë të paktën edhe nga studimi jon ishte zgjidhja e hapësirave të ishin sa më shpejt të aksesueshme, sa më thjesht të aksesueshme. Kur themi aksesueshme, kjo është shumë e rëndësishme, të jenë të sigurta, patjetër me ndriçim, patjetër të shikueshme në çfarëdo lloj pike që juve mund të vendoseni, dhe faktikisht janë disa hapësira në këto dy zona që ne studiuam, por janë në formën e ishullit. Pra duhet enka të shkosh atje, dhe të duhet shumë
pengesa për të kaluar, patjetër që nuk i çon dot me makinë. Plus që vetë qyteti jon, në përgjithësi jo vetëm këto dy zona, është qytet i projektuar me bazë makinën. Dhe duke qenë i tillë, kjo patjetër që fillon të ngushtojë trotuaret, ka prioritet makina, patjetër që biçikleta që shohim më shpesh në ditët e sotme, fatmirësisht për nga ana tjetër nuk ka ato lloj komoditeti për të ecur me biçikletë në këto dy zona që po flasim. Dhe pra aq kosa ne do fillojmë të mendojmë një qytet të projektuar për makinën, do t'i hasim këto vështirësira. Në momentin që edhe këto zona ekzistuese që i kemi, realisht nuk mendoj se nuk do të kishte hapësira për të realizuar këtë grup moshe që ju thoni. Padyshim edhe nga të dyja gjetjet që ne morëm, nënat i çonin fëmijët në zonat jo që janë realizuar nga shteti, por në zonat të improvisuara patjetër me lek, që janë realizuar nga biznese të ndryshme, të cilat jo shpeshherë, të paktën ato që ne shkuam dhe i pam në monitorime, jo shpeshherë ishin me elementet e duhur për fëmijën, duke filluar që nga materialet që përdoreshin, që nga aspirimi që përdorej, a kishte ndriçim mjaftueshëm. Pra edhe kjo përsëri vendoste në pikpyetje. Megjithatë, duke menduar në nivel urbanistik, problemet që ne hasëm ishte pikërisht që edhe kur ekzistojnë këto zona nuk kanë qenë të lehta për nënat që t'i çonin, t'i ngarkon shkarkim, mund të themi, apo kjo gjë ishte vërre edhe në pallate kur ti vjen nuk ka një hapësirë në hyrjet e pallateve, të cilat ti mund të ndalosh makinën dhe të kesh mundësi pa bërë shumë pip nga pas, do të thotë që ajo ka qenë vetëm një rrugë dhe nuk ka patur një hapësirë dopje, mund të themi, për të parkuar, për të shkarkuar në shtëpinë tënde. Pra kjo gjitha kthehen në një stres dhe flasim që nga jeta e përditshme kur ti do t'i nxjerrësh fëmijët për në kopësht qerdhe apo në shkolla, ka qenë pikërisht niveli i trafikut shumë i madh, momenti i parkimit shumë i vështirë, momenti i, siç thashim, shkarkimit akoma edhe më stresan sepse dyfishohej edhe nga makinat që të vinin nga pas, dhe patjetër që vonoshe për të shkuar në hapësirat që ti dëshiron të shkosh, në direktiven që ti po shkon. Dhe kjo bënte që të dyja zonat të frekuentonin fëmijët sa më afër zonës, të cilat nuk ishin në nivelet ose në sasinë në numrin e duhur për qoftë kopshtet çedhe nuk kanë patur numrin e caktuar për të frekuentuar këta fëmijë. Pra përsëri kanë qenë me një numër më të madh. Të gjitha këto kanë sjell probleme të cilat shpeshherë prindrit fillojnë të selektojnë pastaj, të seleksionojnë kopshtet dhe t'i çojnë në kopshte private, të cilat mund të jenë shumë më larg dhe paguajnë transportin, pra kjo zgjidhja. Tjetër zgjidhje ishte, ose tjetër ankesë ishte që institucionet shtetërore punojnë deri në orën 5-6 varet se si e kanë programin. Dhe ndërkohë kopshtet e çerdhe mbyllen në orën 4-4:30. Pra ekziston një hapësirë që si është menduar që një prind të punojë deri në orën 5, derisa të shkojë te kopshti duhet minimalisht 1 orë, dhe ndërkohë që fëmia pret të dalë nga kopshti 4, maksimumi 4:30. Pra këtu fillon të pyesim që a mund të ketë ndonjë hapësirë ku nënat që kanë fëmijë të ulet koha e punës dhe kjo të lejojë që të mos kesh frustrime të vrape. Ose të përdoren këto oraret fleksibël ose ajo që quhet puna në distancë, që disa kompani kanë filluar ti përdorin. Unë mbaj mend në një kompani holandeze që kishte veprimtari në Shqipëri, që përpara 10 vitesh u lejonin punonjësve të tyre që një ditë në javë ta zgjidhnin ata kur donin të punonin nga shtëpia, sepse ndonjëherë është më efektive kur ti dëshiron të jesh pranë fëmijës që është sëmurë dhe ka një grip të lehtë, të themi, po nga ana tjetër nuk do ta çosh sëmundje në zyrë dhe mund ta bësh punën tënde me laptop. Por ajo që zgjidhin më shumë prindrit ishte dita e premte, sepse dilnin më shpejt nga shkolla dhe në atë mënyrë kishin mundësi që dhe t'i merrnin dhe t'i shoqëronin rrugës për në shtëpi. Besoj që ka filluar edhe pak nga pak kjo në Shqipëri. Ti si nënë e re, si e shikon këtë qytetin miqësor me gratë dhe vajzat? Po, konkluzionet tona ishte që nuk ishte miqësor. Nuk ishte miqësor, dakor. Që kështu ne sugjeruam se si mund ta bëjmë miqësor pa bërë shumë investime gjigante, thjesht me dashamirësinë e të dyja palëve, qoftë nga ana e ligjbërësve, buxhetdhënësve, ashtu edhe nga vetë popullsia që e përdor dhe qytetin, në rastin konkret vajzat dhe gratë.
por të them të drejtën, kjo është edhe një nga pikat që ne nxorëm, është një qytet shumë i vështirë për ne që kemi fëmijë, shumë i vështirë për të kaluar me karrocë. Ne këtë e kemi nxjerrë në disa fotografi që i kemi bërë monitorime në terren. Ka qenë një bashkëpunim shumë me Universitetin Politeknik të Tiranës që na vendosin në dispozicion, më thoshja në Thojza, studentët, të cilët kanë bërë për 3 javë me radhë monitorime dhe i kemi për herë të parë të dhëna konkrete të shkencore, pra nuk flasim me hipotezime ato çfarë ndijim, por i kemi të matshme. Dhe është shumë e vërtet që kjo ka qenë një nga pikat kryesore. Rrugët janë të ngushta, edhe kur janë kalojnë dy nëna me karrocë është kështu, jo ti e para, jo unë e dyta, gjithmonë me tolerancë, kalo ti, nuk është e kundërta, jo kalo ti, kaloj unë. Dhe nuk ka pantuse fare, shumë vështirë të kalosh nga një rrugë në tjetrën, dhe mbi të gjitha nuk ka të njëjtën, mund të themi që është 50% reagimi i shoferëve, që do thotë 50% të lëmë, 50% nuk të lëmë. Pra është, mund të themi, nivel shumë i lartë i atyre që akoma nuk e respektojnë nënën me karrocë. Cila është rutina jote tani si nën me fëmijë? Ka ndryshuar, ka gjëra të tjera të cilat kanë përparësi? Vajza është në një moshë të tillë, pra e kam 11 muajshe, që nuk të lë të kesh rutinë. Nuk të lë të kesh rutinë. Domethënë ajo çdo një muaj. E shkatron rutinë. Po, çdo një muaj ka është kështu një person i ri. Edhe kam kuptuar që arritjet e saj janë ose fitimet e saj të elementeve të rinj në karakteristikat që ka gjatë ditës që i shton për dita, vijnë si rezultati një bete që mund të ketë fituar me një dhëmb, me një temperaturë. Edhe kjo e bën që unë të nesër mos ta njoh fare vajzën time, prandaj më duhet përsëri ta angazhojem të kuptoj kush është ajo. Prandaj deri në këtë fazë mendoj që nuk kam fare kohë të mendoj për rutinë, sepse nuk të lejon ajo për rutinë. Shumë më mirë. Domethënë jeta pa rutinë është shumë e ndryshme, nuk e di për ditët e tjera, nuk e di për natët e tjera, por deri në 11 muaj fëmiu ndryshon tmerrsisht shumë nga java në javë. Përveç të gjitha këtyre angazhimeve që i listuam, ti je dhe themeluese e një organizate të vogël që quhet We Women.al, që është ne grat.al, edhe mund na flasësh nga lindi dëshira për ta pasur, si më thënë, këtë kohortin tënd të grave dhe vajzave? Kur po t'i kthejmë pas periudhës që po diskutonim, kur vendosa që të kthehesha pas doktoraturës në Shqipëri, takosha shpeshherë me vajza dhe gra, të cilat shpeshherë i rekomandoja, qoftë se si të bënin zgjidhjet e problemeve, qoftë se si të, sidomos në fushën e karrierës, sidomos për rekomandime mbi startupet. Vajza që takoja kisha shumë atë dëshirën që të ndaja eksperiencën time mbi biznesin, mbi pjesën e marketingut, mbi pjesën se si të gjenin fusha të reja, treg të ri, klient të rinj, apo qoftë edhe furitor të rinj. Dhe këtë i bëja shpeshherë afër saj devit. Edhe një ditë të bukur Bleriana më thotë, po ke bërë kaq shumë takime dhe ke sjellë në zyrë kaq shumë vajza, sa pse nuk e çon më tej këtë gjë. Dhe kështu u vendos, një ditë të bukur i thira vajzat, keni dëshirë që të takohemi, dhe u bë çuditërisht nga 30 që kisha menduar, ne kemi shkuar rreth 80, kemi takuar tek Europe House, dhe fatmirësisht, më thënë, nën mund të themi mentorimin e saj devi. Çfarë profili kanë vajzat që bashkohen tek We Women? Vetë We Women është një rrjetëzim mes vajzave shqiptare dhe atyre të huajve që jetojnë në Shqipëri dhe shqiptarëve që janë jashtë Shqipërie. Pra jemi pak më gjerë se sa ajo çfarë ju thatë. Në lidhje, pra ne kemi gjitha edhe jo vetëm shqiptarët që investojnë për Shqipërinë. Duam gjithçka që, më thënë, gjitha ato vajza dhe gratë të cilat kontribojnë për Shqipërinë. Dhe këtu përfshihen edhe vajza të huaja, të cilat janë për shumë vite në Shqipëri dhe kanë vendosur një gur shumë të shëndetshëm, dhe ato i kemi promovuar. Nuk kemi asnjë lloj kufiri ndërmjet profesioneve apo niveleve të tyre akademike. I kemi të gjitha kategoritë, madje u bëm aq shumë sa ne fillom të ndanim dhe aktivitetet me kategori të ndryshme. Një prej tyre që unë e adhuroj shumë është duarartat. Dhe te kjo kategoria duarartave ne kemi promovuar dhe kemi bërë aktivitete të ndryshme, sidomos rrjetëzimi, me gratë që përdorin që kanë profesione që përdorin duart e tyre. Pra do i filluar që nga ato tradicionalisht që mendojmë ne, jo rroba qepse, jo qëndistare, jo piktore, jo skulptore, dhe kaluam te masazhatore, tek parrukiere,
tek ato që merren me pjesën e trajtimit të fytyrës, të lëkurës, dhe u rrit edhe më tepër dhe si koncept kjo kategori. Kemi pastaj kategorinë e heritage që kemi shkuar edhe të trashëgimisë, që kemi shkuar edhe në Durrës, kemi takuar gjithë gratë dhe vajzat të cilat merren me në karrierën e tyre dhe jo vetëm, por edhe në punën e tyre të vullnetare që merren për të ruajtur trashëgiminë, dhe këto mund të jenë edhe ato nëna të cilat kanë ruajtur në mënyrë të vazhdueshme jo vetëm një send apo një objekt të ndryshëm, por edhe mënyrën se si gatuajnë, mënyrën se si qëndisin një objekt. Dhe ku ju gjejnë gratë që duan t'i bashkohen? Faktikisht nuk ka qenë aq e thjeshtë për këtë kategori të fundit që thash të na gjejnë ne. I kemi gjetur ne, kemi gërmuar në çdo vend që për objektive të ndryshme udhëtimesh, i kemi gërmuar dhe i kemi promovuar qoftë edhe nëse dikush dëgjon podcastin dhe do t'i bashkohet grupit në Instagram, ose në Instagram. Në Instagram We Women jemi. We Women. Okej. Bajeni mend këtë gjë. Ti ke bërë dhe një program shkëmbimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës për gati një vit, edhe unë dua ta lidh pak me këtë pjesën sisterhood ose motorzimi, si quhet. A dallon një ajo shqiptare nga një ajo amerikane, ajo nepaleze, ajo franceze, në këto programet e shkëmbimit që juve bëni midis grave dhe vajzave, apo nuk ishte vetëm për gratë dhe vajzat? Jo, ka qenë për të gjithë. Ka qenë për të gjithë. Për të gjithë akademikët. Nga që neve i kemi pak, si me thënë, anojmë këtej nga pjesa e barazisë gjinore, si të rezulton ty? Do me thënë, figura e gruas shqiptare dallon shumë nga gratë e tjera në botë, qoftë në fushën e shkencës, qoftë në fushën e biznesit, qoftë në fushën e inovacionit. Ka gjëra që na bashkojnë, apo ka dhe gjëra që na dallojnë ende? Duke u nisur nga eksperjenca personale dhe konkretisht me objektivin e shkëmbimit që unë pata në Amerikë, mund të them që dhe duke u drejtuar atyre kategorive të grave, të cilat ne kanë patur të njëjtën profil si puna jonë, pra kanë qenë ambicioze, kanë komunikuar, kanë qenë gjithmonë pjesë e rrjetëzimeve, kanë qenë e mbështetjeve të ndryshme që kanë bërë, sepse nëse do bëj një paralelizëm, ta bëj me të njëjtën kategori. Dhe e gjej veten shumë me ato që kemi ndarë dhe gjatë kohës tonë që ishim në Amerikë, kemi ndarë shumë momente të tilla që vështirësitë ka qenë pothuajse njësoj, pavarësisht që janë nga vende të ndryshme të globit, e vështirë për të çarë rrugën, për të dalë në krye, por jo e pa realizueshme. Ajo që vura re të paktën, ose jo vetëm te kjo lloj eksperiencë, dhe me eksperienca të tjera me ndërkombëtarët që nuk janë të pakta, sepse në SAIDEV ne kemi shumë donatorë ndërkombëtar dhe shumë bashkëpunëtorë ndërkombëtar, dhe atje kam eksperiencë të mjaftueshme, por qoftë edhe në fushën time të biznesit që kam patur gra dhe vajza që janë pjesë të përsëri të kësaj kategorie që e përkufizova në fillim. Ajo që unë vëre është që e vetmi ndryshim që mund ta them, ose ndoshta vetëm për këto gra që unë kam takuar, është që ne kemi një mendje shumë multidisiplinare, ose si thua, nuk bijem poshtë thjesht nga një jo, nuk bijem nëse ne rrëzohemi një herë. Përkundrazi, na duket kështu, edhe një herë që nga eksperiencë shumë e bukur të rrëzohesh, se mësova shumë gjëra. Pra, të kam vëre që të paktën ne nuk do shëzohemi lek nëse mund ta quajmë, ose gjithmonë gjejmë një alternativë të dytë për të ngritur nëse ka patur ndonjë disfat momentet e para në karrierën tonë. Të paktën të kam kuptuar që kemi gjithmonë një plan A, B, C, por ndoshta si thash mund të jetë vetëm për ato gra që unë kam takuar. Më duket plan shumë i mirë të kesh gjithmonë një rrugdalje, por nga ana tjetër edhe për t'ua transmetuar si model brezit të ri, sepse nuk duhet të na stepin vështirësitë e momentit, sa kohë kemi të qartë objektivin ku duam të arrijmë dhe modelet e shëndetshme që ne duam të përcjellim edhe nëpërmjet prodhimeve si ajo podcast. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që bisedova me ty, me Rida Curajn, që ka shumë për të treguar, por hapësira e medias është kaq e ngushtë në kohë, kështu që unë do të falenderoj dhe do të lë të shkosh te hara jote, e cila na dhuroi me bujari kohën e saj, na e huazoi mamin për gati 30 minuta, ndërkohë ndjekësve të podcastit u lë takim në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.